Pastaj ndër fjalë që i tha pejgamberi Allahu tha: s'ka kush që është më xheloz se Allahu Azza wa Jall. E Allahu është edhe më xheloz kur një rob apo një robëresh e Allahut bojnë amoralitet zina. Pra vepra më e shëmtuar, më e urrejtur tek Allahu Azza wa Jall është amoraliteti zinaj. Derisa ka thonë pejgamberi Allahut në hadith të vërtet, s'ka mundësi që këtë mëkat ta ban një rob i Allahut dhe të jetë besimtar. Derisa në sqaroi pejgamberi Allahut se thot, nuk vjen në këtë mëkat një rob i Allahut dhe vetëm se imani ngritet nga ai. Nga zemra e robit Allahut ngritet imani. Që tha pejgamberi Allahut dhe që ndëron si me qenë rembi kokën e tij. Eruna Zot me gjej me vdek në këtë gjendje. E pastaj masi ti shmanget kësaj kthehet imani rikthehet. Që ka thonë disa dietar se me vdek në këtë gjendje vdes si jo musliman, për çkak se është një ndër mëkatet më të mëdha, më të urrejtura tek Allahu Azza wa Jall. Para tregon një njeri i cili është i paralizuar dhe thot nuk e kam shkujt këtë shkërez dhe nuk kam tregu për këtë tregim, vetëm me shpresë që Allahu Azza wa Jall të më fal mëkatin dhe gjunojin dhe të marrin mësim të qartë, se ai që ja cenon derin të qerrëve ka për t'ju cenun deri ti. Dhe tregon një ngjarje, thot ishmi në moshën e re, ja cenonin derin të qerrëve, si cili prej nesh u lavdëron të cili ka femra më tepër dhe më të bukura dhe më i dashur. Derisa një ditë prej ditëve, deshti Allahu Azza wa Jall të më jep një këshill, të më jep një mësim, që këtë mësim të ngele për mbar njerëzimin, se ai që ja cenon derin të qerrëve ka për që cenun deri ti në këtë dunja, para se të ndëshkon Allahu Azza wa Jall në varr dhe në ahiret. Tha një ditë për digje një kolegi im, një me miku im, tha ja sot tha se kam rënë në kontakt me një vajzë të ndershme dhe kam ashtru ata dhe ja kam paraqit se du të martohem me ta, nga një familje ndershme. Tha derisa e ban takimin dhe ban zina me ta, e pastaj i kërcënohet asaj dhe i thot se të kam incizu, e pastaj mu e mfut në dhomë kur ta shof të del motra ime. Ta kur e kam pa motrën time dhe kam bu vetdijen dhe kam morë sulm dhe më kanë dërgu në spital. E pas një kohë tha jam ngritë mirë, po kam ngel gjis paralizuar, dhe kur shkoj në shtëpi, tha si kur që të kisha vdek ato qaste dhe atë dit, tha motra ime mu ka drejtu dhe më ka thonë, o vllavim pashallah unë kam qenë e sinqert, do ke mendu se ai do të martohet me mu, mirë po mos harro se Allahu ta ka dërgu ti mësim dhe të ngjajshmeve si ti, që keni bo hajgare dhe ja keni cenun derin të qerrëve, pra i që ja cenon derin të qerrëve, do e mos do t'i qenohet në deri ati. E sa kena prej atinve të cilët, jo vetëm që ja kanë cenun derin mirë po, dhe i kanë incizu dhe i kërcnoj. Sa prej tyre personalisht i njoh, të cilët nuk mjaftojnë me mëkat dhe gjuna, që e kanë i dhëru Allahun dhe krijuesin e tyre, mirë po vazhdojmë në krim edhe më tej, në vend se t'i pendohen dhe të rregullojnë raportet me Zotin e tyre, mirë po edhe më tej ata i kërcnojnë të qertë, mendojnë se Allahu Azza wa Jall nuk shiqon, mendojnë se Allahu Azza wa Jall harron, mirë po Allahu nuk harron.
ai që ja cenon nderin të qerve, do t'i cenohet nderi ti nëse nuk me nëzitim nuk i pendohet Allahut Azza wa Jall.